I kena në kontrol në dy grupe. Ama unë ta moj, me që sekund, Mateo Del Knesë Prezentoj unë Irpidën apo? Jo, një herë unë të në. Unë ta marrë dhe gurë. Sa të shkune si përfundim që 74. Atëherë, a bëm pak qësi, atëherë, përshëndetje teleshikues të nderuar, pari deshte me falenderu shumë Taganin, I cili na dha mundësinë për këtë sfidë me jep kreativitetin ton, I cili është, siç e shihni edhe vetë, shumë I mirë, domethënë kemi qenë shumë kreativ. Me ju tregu drejtën, kjo ka qenë një ide e Shëndritit, edhe këtë pjatë e kemi quajt il piatto mega croccante di Tagani. Grazie. Italisht. Grazie. Kështu që tashi dua t'ja lë në dorë Shëndritit për me prezantu pjatën, po deshta më thonë, me qenë se kjo është një pjatë e nxehtë, edhe juve këto do të mja uftof pak, e kemi bërë një pjatë ftoftë. Okej. Pjata kryesore ose ushqimi kryesor është I përbërë sigurisht prej petëve Tagani, tortilla Tagani. Kemi dasht me bërë një mega taco, që nga jashtë është I lyer me ketchup edhe chips, e cila është e pjekur në furrë prej 250 gradë për një 15 minuta për me marrë formën e tacos. Dhe më pas është e mbushur me një sallatë të gjelbër e përbërë nga tranguj, nga avokado edhe sallatë të gjelbër. Ndërkaq, për nga pjesa e proteinave është mishi I bardh, I pulës, nga gjoksi I pulës, I pjekur, I fërguar me salcë kremoze dhe vaj ulliri. Peta për brenda është e lyer po ashtu edhe me majonez, edhe jep një shije shumë crunchy, po edhe juicy. Kështu që, në pjesën tjetër kemi tregu edhe një formë tjetër që mundemi me eksperimentu me petë të Tagani, me dhonë lloj shmëri të recetave që munden me u përdor petët të Tagani. Kemi bërë një akullore edhe një petë veggie me mishë të bardhë, edhe është shumë e bukur, edhe është shumë e shishme po. Edhe biskotat e Taganit I kemi përdor për ice cream, por që ka fillu me ushkri për shkak të temperaturës. Sëftoft. Kjo që prezentove tani ky, le të themi një kaush, me çfarë është brenda? Me mishë të bardhë. Me avokado. Jo veggie atëherë, apo veggie është tjetra? Veggie është tjetra.